Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi në kuvent tu në Akrolis TV. Edhe sot kam të ftuar një person, në fakt kishte kohë që e kërkoja për të bërë një bisedë, edhe në kohën e fushatës elektorale, mirë po, në atë kohë normal fushatat elektorale kanë këto angazhimet e forta etj, sidomos një drejtuesi politik i bin shumë gjëra mbi shpinë, edhe na pa të premtuar si do të jem pas fushatës elektorale, është Agron Gjek Margaj. Faleminderit. Është kënaqësi që të kam sot. Është vërtet kënaqësi edhe për mua që bashkëbisedoj me një nga gazetarët më të njohur, më të mirë të krahinës tonë. Okej, një vlerësim nga profesori i njohur për mua bën sens, edhe më ngasmon domethënë kështu. Falenderoj shumë për këtë. Ndërkohë që duhet të them tek këtë, se ka disa kohë që ke një shputje me mediat, me shtypin, domethënë është e çuditshme që vjen në një televizion modest, thjesht, Agron Gjek Margaj këtu në Lezhë. Kjo më bën përshtypje sensiteti që duhet të ketë një kuvendar, edhe i drejtues kushdo, ndaj një media lokale. Është vërtet kjo që ju thonë, kam një shputje nga mediat kombëtare, jo se s'kam patur kërkesa, kam patur shumë, sepse mediat kombëtare ushqehen në politikën e ditës, unë duke patur funksionin kryetarit Partisë Demokratike dhe të kryetarit Parlamentit apo drejtuesit politik të Lezhës, sigurisht që jam i kërkuar për faktin që kam një histori të gjatë të bashkëpunimi me mediat, por unë dikur, duhet jem shumë i sinqert me ju, jam imponuar ndoshta ose jam ftuar për të marrë pjesë në politikë duke ardhur nga ekrani, duke ardhur nga televizioni. Dhe mbase e kam patur mungesë apo dobësi një ngjizje, një bashkëbisedim, një kuvendim, siç do ta quajit ju, me njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Dhe në momentin kur kam marrë besimin e kryetarit Partisë Demokratike dhe të organeve drejtuese të Partisë Demokratike për të drejtuar politikisht qarkun e Lezhës nga shtatori i këndej, ndoshta është fjalë e madhe strategji, por sjellje, kam ndryshuar sjellje, kam vendosur që të bëj të kundërtën. Të jem në kontakt me njerëzit kudo në Lezhë, në Mirdit, në Kurbin, në shërbim të qëllimit politik që kishte Partia Demokratike, që ishte fitoren e qarkun e Lezhës, por jo thjesht fitoren në vete, ndaj qëllimit për të sjellë ndryshimin, për të dëgjuar njerëzit, për të qenë afër tyre, për të njohur më mirë, qoftë për të parë kritikat e tyre. Dhe kjo ka qenë arsyeja. Fakti pse vjen në televizionin tuaj, unë e quaj thelbësore median lokale, është ndoshta media e cila shifet me paragjykim apo konsiderohet modeste, kur në fakt roli i saj informues është vërtet i madh, kur ndikimi i saj është vërtet i madh tek njerëzit e kësaj zone të këtij qarku. Dhe unë vi këtu sot, kam marrë pikërisht jo rastisht pas zgjedhjeve, doja të vija pas fitores Partisë Demokratike. Ne arritëm fitoren me shumë mundime, me shumë sakrifica, dhe t'i falenderoj sot nga studia juaj e nderuar me zemër gjithë qytetarët që rrokën ndryshimin, që besuan te Partia Demokratike, që besuan tek lista e saj. Duhet të falenderoj qytetarët e Lezhës, të Mirditës, të Kurbinit, strukturat e Partisë Demokratike, kryesit, kryetarët e grup seksione, komisionerët, numëruesit, kandidatët e shkëlqyer që Partia Demokratike pati në listë, kandidatët fitues, Elda Hotin, Gjingjon, Kasrot Pirolin, por po kaq, Lindita Metalin, Aleksandr Lalën, Melisa Vuklen, Edison Doçin, Viktor Tushin, ku votat e tyre ishin kaq të vëyra për fitoren e Partisë Demokratike. Shiko, unë të kam ndjek me kujdes, siç kam ndjek përgjithsisht drejtues politik, po edhe të tjerë, dhe kam pa një staturë ndryshe, domethënë, të një politikani ndryshe. Në fakt, zakonisht në për zona që janë pak të vështira, nga njëherë janë edhe delja zezë, si quhen në fushat elektorale, kanë ndodhur problemet e inkorporimit edhe të krimit e tjerë, dhe e kanë kthy në një vend ku shpeshherë thotë tu nuk bën zgjedhje, është të mërshme, dhe është shumë e vështirë. Ndërkohë që kësaj radhe Partia Demokratike çon një ortak, se kështu të kanë cilësuar, me thënë drejtën, Agron kështu të kanë cilësuar. Besoj nuk vjen keq që unë flas me këtë Agron. Nuk e di, ne e meritoj. Po, kështu, një ortak, domethënë. Mendon që kjo bëni më shumë punë, kjo të sillur
e urtë të bërja kuvenit, se me që kemi në kuven, të jashtë këtu kemi kështu të shkruar, kuven Zëri Lezhës, se veni kuveneve Lezhë, do më thënë ti paka shumë ke shku në stilin atyre kuveneve të vërtetat një menta që duhet bënë edhe në politikë. Është vështirë të flasësh për vete dhe të përcaktosh rolin që ti kene një komunitet dhe se si tjerë të perceptojnë ty, si që është rasti im konkret, por unë besoj shumë tek fuqia e butë e arsyes. Besoj shumë tek toleranca që kjo zonë ka. Ju e dini sa unë ose në mos më mirë se unë ne po flisnim pak përpara që është një tradit e trevat jashtëzakonshme në historinë kombëtare, në identitetin kombëtar shqiptar, qoftë Lezhë, qoftë Mirdita, qoftë Kurbini. Nuk është tokë e dhunës, është tokë e rezistencës, është tokë e qëndresës, është tokë e kuvendit, është tokë e kanunit, është tokë e poetëve, është tokë e klerikëve, është tokë e bujqve, peshkatarëve, mësuesve, farmacistëve, doktorëve, inxhinierëve, e njerëzve që duan një jetë të qetë dhe normale. Edhe unë e konsideroj veten një prej tyre, një njeri i zakonshëm, një njeri normal, një familjar, një njeri që do gjuhën e butë të arsyes. Okej, pyetja që bëjnë njerëzit dhe që duan me ditë diçka pak më thellë për Agronin, do mendoj që përveç se me politikë merr edhe me këtë pjesë, domethënë Agroni që vjen nga zona e Lezhës, nga ishull Shëngjini, i rritur në këtë arealin e Lezhës, nxënës këtu me radhë dhe pastaj kap gjithë shkallët e shkollimit për të shkuar deri pedagogë me radhë. Domethënë ka qenë diçka meritore, ke qenë i përkrahur, ke qenë në vështirësitë e rritjes dhe sa ka ndikuar pastaj në karakterin tuaj edhe në faktin që sot jeni një politikan i moderuar dhe një politikan, të du ta themi hapur, dhe unë kam dëshirë që për ata që janë meritor ta them, politikan avangard të një kohë të vështirë. Po, historia ime është një histori si shumë kujt në këtë vend. Vi nga një familje, le të themi, njerëzish punëtorë, e mati është peshkatar, sot është pensionist, nëna ime ka punuar në kooperativë, sot është shtëpiake, ka një moshë caktuar. Shtëpinë e kam në ishull Shëngjin, sigurisht e matë ende kuron bashën e tij, baktin, ban lop. Madje ndonjëherë më kanë përqeshur që babaja Agronit mban lop, unë kam për shumë krenari sepse ai jeton me djersën e vet, me punën e vet, dhe ne jemi njerëz zakonshëm që jetojmë me të ardhurat tona, me rrogën, me punën e pensionet. Por thellë unë vi nga Mali Rrencit në fakt, jam bërë atje 14 vjeç, kam bërë fillorën 8 vjeçare në Shëngjin, pastaj gjimnazion e Lezhës ku kam vërtet nostalgji për mësues që kam patur, dedikoj shumë ndikimi që ato kanë patur mbi mua në formimin tim bazik, edhe mësuesi i letërsisë, që ndoshta me kanë nxitur të kem pasionin dhe të zgjidh profesionin e jetës, që është letërsia, studimet me letërsinë. Aso kohë ka qenë Agim Dashi, po kemi patur mësues tjerë po kaq të mirë, Rudolf Markun, Vera Isakun, Tonin Çobanin, një studius i nivelit shumë të lartë, do të thoya unë, mbi gjitha studimeve fishtiane, që është kaq i dashur në këtë zonë. Dhe pastaj kam marrë rrugtimin tim në Universitetin e Tiranës, ku ndoshta dy njerëz e kanë ndryshuar perceptimin tim në raport me intelektualitetin, me të vërtetën, me kulturën në përgjithësi. Ato kanë emrin Adze Pllumi, që unë e kam farefis, edhe Aurel Plasari, ishte një dyshe shumë interesante aso kohë në Shqipërinë e vitit 93, kur unë u afrova dhe u njoha me to, ishte revista Hylli i Dritës, ishte Shqipëria ndaluar. Dhe e keni drejtuar për disa kohë? Unë kam qenë bashkëpunëtor, por këto e mbajtën këtë revistë dhe e kthyen në shkëlqimin e dikurshëm. I hershëm, i Hylli i Dritës. Hyllin e Dritës të hershëm, ata e rikthyen, e ribotuan nga 93-shi, dhe deri në 97-ën që unë largova nga Shqipëria, mendoj që ka qenë vatra, siç e kishte në titull Nokeljo, vatra kryesore e kulturës shqiptare. Dhe binomi ishte vërtet shumë interesant. Adze Pllumi që përfaqësonte klerin katolik, Shqipërinë e ndaluar, Shqipërinë e burgjeve, Aurel Plasari, një intelektual brillant që i kishte ikur konformizmin nëpërmjet letërsisë, nëpërmjet përkthimeve, studimeve letrare dhe
vërtet për mua aso kohë ishte një fat afria me ta të dëgjuarit, unë aso kohë isha fare i ri, 21 vjeç, 22 vjeç dhe rria dëgjoja, mësoja. Por kam mësuar vërtet shumë gjëra, më shtritur shumë kurioziteti për zbuluar çfarë ka qenë Shqipëria para 44-s, çfarë ishte Gjergj Fishta, çfarë ishte Abat Doçi, çfarë ishte Ndremjeda, çfarë ishte Anton Harapi, çfarë ishte Hafiz Ali Korça, Hafiz Ali Ulqinaku, cilat ishin personazhet reale të Shqipërisë, bashkë me ato që kishim mësuar në historinë e lejuar të kohës së komunizmit. Dhe mendoj që kam qenë me fat që kam patur këtë akses dhe këtë mundësi. Çfarë shohun? Kim parasysh shkollën filozofike të Lezhës, që mi përmende pak a shumë me Tonin Çobani, Agim Isakun e tjerë. Po këto kanë qenë mësues në gjimnazin e Lezhës. Edhe kanë qenë mësues, por ama me prejshin që vjen më vonë. Pra është kjo shkolla filozofike e Lezhës që ka dhënë ndikim faktikisht, pas ke qenë me fat që ke qenë më për ju, nuk e di. Është një lloj trishtimi që sot nuk është kjo shkollë filozofike. Unë e kam parë gjithmonë me një lloj melankolie dhe romantizmi gjeni intelektuale të Lezhës, me nderim po e po. Edhe kur nuk i njifja, kur isha i vogël ose kur isha student, kisha krenarin që unë vi nga një qytet që ka nxjerrë Prezogën, poet, Notxhetin, poet, ka ndikuar sigurisht Agim Isaku, shkrimtar, të shumë tjerë gazetarë të njohur aso kohë, Remzilani, Mark Marku me vonë, ju vetë, tjerë që përmendëm së bashku, aktor të njohur, Salvador Gjeçi që është dhe aktor dhe shkrimtar, e plot tjerë se kur hyn emra, pastaj i mungon dikuj, se ndoshta s'do na kujtohen të gjithë. Dhe e kam patur gjithmonë këtë stimull, këtë krenari dhe kanë qenë modele kur je adoleshent dhe kur je në kërkim të identitetit tënd personal. Secili duke i vërtet një mundësi e mirë për të mësuar prej tij. Po. Se e përmenda pak nuk është sot. Realisht do të jemi korrekt me këtë. Nuk është sot dhe njëherë edhe ne e ndjejmë. Edhe unë personalisht e ndjej që nuk është ajo që ka qenë me Lezhën. Mund të jetë pyetje që ta bëjmë më vonë, do flasim pak për kulturën edhe sa mundet që të ndikojë dhe politika dhe sa mundet që të ndikojë edhe një drejtues politik, në të rast edhe një deputet, thashë edhe herë, është e një formati ndryshe nga shumë tjerë, për të qenë qartë. Por megjithatë të vazhdojmë me pjesën, shiko, gjithmonë ka ndodhur edhe politikan. Nuk e di cili ka qenë modeli i politikanit. Ne marrim për zorin tonë përmendje disa emra. Për shembull, kam parasysh Ata Ambroz Marlaskën. Se do të përmend një fakt ku do ma shtillosh pasaj një nga gjërat që mua më duk si një pamflet i Agronit, ka qenë pas zgjedhjeve, një post zgjedhor, ka qenë një fjalë brillante e mbajtur në parlament dhe thash, ok, fjalë të mungura, por Ata Ambroz Marlaska, përveç se formimit të tjerë, domethënë ka formimin tu teologjik e tjerë, gjitha fushë filozofike, pastaj është jashtë. Kjo ka ndikuar shkollimi jashtë për Agron Jack Market dhe cilët janë gjërat që ti ke marrë nga jashtë, nga ndryshe nga këtu brenda? Unë kam nderim për Universitetin Shqiptar, për shkollën shqiptare, ku jam rikthyer si pedagog, pastaj aty ku kam qenë dikur student. Sigurisht që Universiteti La Sapiences ku kam studiuar është një dritare tjetër, një këndvështrim tjetër mbi kulturën, mbi studimet letrare, mbi filozofinë, një mundësi informacioni, kontakti, sepse Italia është një fuqi e madhe kulturore e botës me atë që ka përfaqëson që nga antikiteti, nga mesjeta, por nga bashkëkohësia. Dhe shkollat e saj vërtet janë një mundësi për shumë studenta shqiptarë që kanë studiuar atje. Dhe Italia është një shtet i konsoliduar demokratik, është një shtet me ndarjes shqyedine rajonale ku çdo krahin ka universitetet e veta, pra prodhon elita lokale, elita kombëtare, ka debat për çdo gjë, debat civil, politik, kulturor dhe këto janë inspirime pozitive, mendoj, për një tri që studion nga ato vite, janë vite nostalgjisë, janë dhe vite rinie, kur njeriu i kujton kur kthehet nga pas. Kështu që ato e kanë padyshim gjurmën, por me shumë se sa Italia, mendoj, të çdo individ ka të bëj edukimi familjar që merr mënyra se si prindrit e këshillojnë që në hapat e parë të qaset ndaj të tjerëve,
cili është raporti që duhet të ketë modestin, me krenarin, cili është raporti që duhet të ketë me kulturën, me librin, me arsimin. Edhe në të pikpamje, pashka se prindërit e mi kanë qenë njerëz të arsimuar thjesht, unë jam mirënjohës pafund që kanë këmbgulur në kohë të vështira, flas në kohë në sistemit komunist që unë studioja, të lexoja, kujdesishin aq shumë për notat e mia dhe mendoj që më shumë se sa në Universitetin La Sapienza kam përfituar ndoshta nga ky sistem i prindëve të mi. Pastaj çdo gjë tjetër, qoftë në Tiranë, qoftë atje, ka qenë një mundësi që jeta më ka ofruar, pavarësisht që më është dashur të luftoj centimetër për centimetër, se asgjë nuk arrihet lehtë. Për të kthyer tek ajo që ju thatë tek fjala në parlament, dhe ju përmendet një nga ndoshta korifejt e parlamentarizmit shqiptar, dhe unë ndjej keqardhje që nuk është aq i njohur sa që duhet të ishte ylli i parlamentit 1924 që ka qenë Ambroz Marlaskaj, një filozof, profesor në Gregoriano të Romës, i cili mendohet që u helmua pastaj nga fashistët për qëndrimin nacionalist dhe prej shqiptarit vërtet edhe në orë të vështira të historisë, siç e patën shumë klerik katolik siç e kanë dëshmuar për gjatë historisë, qoftë në Turqinë apo qoftë në pushtimet të tjera të mëvonshme. Ai është ndoshta modeli se si duhet të jetë një parlamentar, do të thënë sepse ka një gërshëtim të formimit të fortë intelektual me njohjen e thellë të traditës dhe një dashuri të madhe për njerëzit që ai përfaqësoi. Por kur flasim për Ambroz Marlaskaj, flasim për një gjë të madhe, të jashtëzakonshme, ndërsa ne jemi njerëz të përditshëm dhe të zakonshëm, dhe do çdojmë sado në gjykimin tonë. Okej, aty me thënë drejtë se gjithmonë te Ambroz Marlaskaj kam parë këtë që fuqia e epërme e arsyetimit në debatet në parlament, që ishin debate të ashpra, por me një fuqi vërtet të jashtëzakonshme të arsyetimit, logjikës, artikulimit, lingvistikës, gjithçka, publicistikës, domethënë ishte stilistika e tjerë, por që ishte domethënë fundamentin e të bërit tamam kuvendarin e famshëm parlamentit. Dhe kjo mungon në parlamentin shqiptar, ti besoj e ke parë. Mungon, janë shumë pak, janë si me gishtat e dorës, ata domethënë që spikasin për të fuqi tepërme të arsyetimit e të logjikës. Kjo është një nga pyetjet më të vështira, se duke qenë pjesë e parlamentit e kam të vështirë që të marr tagrin e gjykatësit për kolegët, sepse në fund kush jam unë që do të gjykoj 139 të tjerë që janë aty. Dhe parlamenti është organ përfaqësues, dhe si i tillë presupozohet që do të përfaqësojë gjitha shtresat e shoqërisë, krahinat. Dhe nuk është të thënë që përfaqësuesit të jenë ndoshta njerëz më të spikatur intelektualisht, por njerëz që kanë lidhje me komunitetin, që jetojnë me hallet e tyre, por kjo nuk nënkupton që ata nuk do të jenë njerëz të mirë arsimuar, të mirë edukuar, qytetar, le të themi, të denjë nga çdo pikpamje. Pastaj ne do kthehemi te një dilemë vjetër filozofike që nga koha e Aristotelit dhe Platonit. A duhet politika të tentojë nëpërmjet mendjeve të ndritë, pra, që ka patur në shekuj, ky është një debat i vjetër, ta çojë shoqërinë në atë nivel ku ajo mendon se shoqëria duhet të jetë, që edhe kjo është mjaft subjektive, apo duhet që politika të ndjek ritmin e përditshëm të shoqërisë. Latinët thonë që e vërteta është në mes. Edhe parlamenti sigurisht ka dhe intelektual, ka njerëz profesione, politikanë që kanë filluar moshë të re, le të themi karrierën politike, që kanë qenë kryetar bashkish, kryetar komunash, por ka dhe të ri, le të themi, që vinë nga bota e fakulteteve dhe universiteteve, pra është një gërshëtim. Nëse do duhet i jepja unë gjykim personale, kam të vështirë dhe i largohem një gjykimi personal për parlamentin dhe për kolegit. Po, ta gjykojnë njerëzit. E qartë, ju keni funksionuar në mes auditorit dhe politikës, apo thjesht keni qenë puritan në politikë?
Fjala puritan është një fjalë e madhe. Unë jam përpjekur ta ruaj marrëdhënien me auditorin, me publicistikën. Madje jam kritikuar shpesh pse unë shkruaj edhe satirë. Por që nga koha e Aristofanit satira ka qenë diçka për ta bërë të gëlltitshme politikën, për ta afruar me njerëzit e zakonshëm, për ta humanizuar, do thonë atë, qoftë nëpërmjet të qeshurës. Puritan nuk besoj se kam qenë, sepse mund të kem plot gabimet mia, tërheqjet mia, rezervat mia, pa qartësi, që ndoshta si kam shprehur në momentin e duhur, nuk kam çuar zërin as sa duhet në moment caktuar për një interes qytetar, çështje orientimi. Pra, unë jam një njeri që jam përpjekur në subjektivitetin tim të bëj të respektoj vetveten, parimet e mia, por edhe qytetarët që i përfaqësoj as sa mundem të di. A e kam bërë mirë apo jo, këtë unë kam vështirë ta them. Dhe në këtë rast fjala puritan mendoj që nuk është fjala e duhur që mund t'ja bashkangjisja vetvetes. Cili ka qenë momenti kur të shmush me njerë që okej, du të merrem me politikë? Sepse ti vjen, thash edhe je, vjen nga një fushë tjetër, që nga i herë nuk është shumë komforte për të kaluar politikë, është besoj do të duhet një mendim goxha i gjatë për të kaluar, sidomos një njeri që është i mençëm, edhe që është i ditur etj, ka pak vështirë të shkojë, po momenti mund ta thuash te moment kur ti the po, ja vlen duhet vazhdoj me politikë, dhe kush që ai ofertuesi i parë. Ofertën e kam patur në marsin, mos gaboj, ose prillin, në fundi i shkurtit 2021 nga Partia Demokratike, nga kryetaria e saj kohë Lulzim Basha, për të qenë pjesë e listës së Lezhës. Ndoshta kreret ose kreu i Partisë Demokratike të asaj kohe duke gjykuar performancën time publike si pjesë analizës e debatit publik televiziv, si njëri që nuk i ka fshehur ndonjëherë binjet e veta të djathta dhe konservatore herëherë. Kanë menduar në moment caktuar që unë mund të isha pjesë e prurjeve të reja në Partinë Demokratike. Dhe kjo është koha kur erdhi kjo ofertë, besoja fort që vendi kishte nevojë për ndryshim. Besoja që mund t'jap një kontribut modest në zonën time, në Lezhë, në qarkun tonë, duke qenë një bir i kësaj krahine dhe treve ku mendoj që në mënyrë relative i njoh problemet, shqetësimet që njerëzit kanë. Dhe në këtë moment vendosa që unë t'i bashkohem me ekipit të asaj kohe Partisë Demokratike. Pastaj ju historinë e keni ndjekur dhe ajo është afër gjithëve. Okej, nuk do t'i hyj shumë këtyre analizës, janë bërë shpesh herë pasaj për nuk do ta diskutoj fare këtë, ngaherë më duket një retorik boshe, sepse marrim realisht atë që timi korrent me atë çfarë ndodh sot me politikën. Vazhdoj të jem me Agron Jack Margen, në pjesën tjetër do të merrem pak më gjatë, domethënë me atë çfarë ka ndodhur në të fushat elektorale, edhe të bëjmë një profilim të kësaj fushate edhe të disa gjërave që kanë lidhje edhe me ju, kanë lidhje me formacionin tuaj politik, kanë lidhje me marrëdhëniet e vetë fushatës, por edhe të deputetëve që kanë dalë etj. Dhe cili është projekcioni i tyre dhe cili do të jetë pozicioni i Agron Jack Margaj si drejtues politik i qarkut Lezhë për Partinë Demokratike. Pas një spoti publicitar, kthehemi këtu në Agro-27 në Kuvend. Mirë, rikthehemi këtu në Kuvend në Akrolis TV. Agron, me thënë drejtën, unë me ty kam shumë dëshirë me biseduar shumë për letërsinë, për auditorët, ku ke qenë pedagog etj. Me radhë, për atë zeflumin pafund për gjithçka të bukur që ke kaluar dhe është fat, me thënë drejtën, të kalosh momente dhe me njerëz të tillë, por natyrisht që do flasim edhe për politikën, sepse njerëzit presin për Agronit tani edhe si drejtues politik. Kështu që po merrem pak më gjatë me këtë fakt. Sot je drejtuesi i vetëm politik fitues në shkallë vendi, kur Partia Demokratike ka një humbje nëse unë do ta përdor për fusën thojza fatale. Si ndjesh?
Mendoj që Partia Demokratike ka marrë një rezultat pa merituar në shkallë republike. E kam bindje absolute që në një vend të vogël si Shqipëria me pak votues, nëse kryeministri i vendit dhe qeveria që tashmë ka 12 vite vendos ta pengojë rotacionin, të ketë qëllim vetvete pushtetin, jo zgjedhje të lira të ndershme, ajo përkohësisht ja del ta mbaj. Dhe ky qëllim, i cili përmbledh përdorimin e administratës publike, unifikimin e shtetit me pushtetin, sepse shteti duhet të jetë garant i imi si demokrat dhe atij tjetrit si socialist. Duhet të jetë arbitri i paanshëm, ndërmjetësi. Kur i gjithë shteti dhe infrastruktura e tij vihen kundër opozitës, kundër kandidatëve të saj, ku një paqartësi e madhe, gati në nivel përdosje në mendimin tim, rrethoi votën e diasporës, ku syshkelja ndaj botës së krimit organizuar, ku flukse ekonomike të paras të zezë përfliten që kanë ndërhyrë në zgjedhje, të gjitha këto të çojnë drejt një koncepti që përkufizohet si farsë elektorale. Dhe me këtë unë nuk dua të shfaqsoj askënd dhe për asgjë. Nëse kthehemi tek Lezhë përsëri, duhet falenderoj këto njerëz fisnik qendrëstar, trima që rezistuan në kushte shumë të vështira, në kushtet një opozite të gjatë, një parti e cila ka kaluar historinë e vet, por tregoi forcë bashkimi, tregoi forcë zgjerimi, forcë karakteri. Du të falenderoj përsëri kandidatët secilin emër për emër për një fushat të shkëlqyer që bën. Programin e Partisë Demokratike që ishte vërtet një nga më të mirë në 34 vite që ne patëm, edhe që qytetarët e Lezhës, të Mirditës dhe të Kurbinit e besuan si mundësi reale ndryshimi. Nëse referohemi vitit 2021 kur opozita asaj kohe, Partia Demokratike dhe LSI-ja patën një tepritës prej 13.000 votash. Ne kemi bërë një fushat për të marrë 5 mandate në qarkun e Lezhës. Po pra e keni pas të donë, 5-2. E kemi patur si objektiv jo thjesht retorik, por të bazuar mbi numra. Sigurisht nuk ishte formule thjesht për të mbajtur 5 mandate. Shumë kush na thoshte që ne duhet jemi të kënaqur me 4 mandate. Por po e përdor këtë argument për të thënë që fuqia e farsës ka ndikuar që në qarkun e Lezhës të ketë pra mos të merrim rezultatin e merituar, por të merrim një rezultat fitues gjithsesi që na bën krenar. Ne kemi ardhur gjithë që në shtator, unë diku nga fillimi i shtatorit jam prezantuar si drejtues politik i Lezhës bashkë me degën e partisë së Lezhës, atë të Kurbinit me kandidatët. Mendoj që kemi takuar qindra mira njerëz. Kemi shtrënguar shumë duar, jemi ulur në shumë tavolina. Kemi bërë një fushat e përsërisë të bazuar mbi program, pa goditje në brez, pa urrëtie. Një fushat e cila i shkomte për shtat objektivit tonë që ishte rotacioni, ndryshimi dhe fitoria dhe Partisë Demokratike, jo ndeshkimi. Ne nuk kemi patur për asnjë çast qëllim ndeshkimi në askujt. Ne kemi patur gjithmonë si opsion ndryshimin për një jetë më të mirë për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Lezhë, në Kurbin apo në Mirdit, që secili të ndihej i fituar me një qeveri të re, me investime, me përkujdesje, me një çlirim të presionit që pushteti gjatë krijon mbi njerëzit kudo që janë në administratë. Fatkeqësisht, projekti duket si metaforë i Shqipërisë mallështore u shty, por përpjekja në vetvete ka qenë vërtet të paktën në qarkun tonë, ka qenë një përpjekje heroike që meriton falenderimin emër për emër të çdo kujt që ka votuar Partinë Demokratike, që ka mbështetur ndryshimin, të çdo qytetari dhe të çdo demokrati në këtë qark. A mund, si ndihem unë personalisht, kjo pjesë më bën krenar sigurisht, por është një krenari në dhimbje. Është një krenari e cila
shërben ndoshta zbashku me gjithë, sepse nuk ka fituar Agron Gjekmarge, ka fituar Skuadra, ka fituar Partia Demokratike e Lezhës, e Kurbinit dhe Mirditës, kanë fituar kryetarët e grup seksioneve, të gjithë zbashku. Por kjo fitore qarkut Lezhës, sepse shoqëritë ngrihen mbi shembull, ngrihen mbi modelin. Besoj që vlen për njerëz Po pikërisht se këtu kisha doje me dalë që pastaj ta diskutojmë pak modelin. Dhe cili është modeli ai ishte në kokën e Agronit kur e filloi këtë projekt për Lezhën, se zakonisht për zona të tilla që janë pak të vështira, edhe zakonisht qohen ata që mund të quhen thojse revolucionarët e fushatave elektorale, revolucionarët që janë pak më tashpër etj. Në fakt fitoi modeli Madein Agron Gjekmarge kësaj radhe. Partitë politike janë mozaik, apo në një mozaik janë të gjitha nuancët. Por e thash të fillim të bisedës me ju që ne jemi përshkruar gabimisht si një zonë e ashpër. Kjo është një zonë thellësisht e arsyes. Është një zonë e kodeve, është një zonë e sofrave, e hoxhaqeve, netëve të gjata, e bisedave, e odave. Por është edhe një zonë, siç thash, e intelektualizmit, e filozofisë, e poetëve, e piktorëve të shuar që ka Bashkërballë shumë të tjerë, që ka Lezhë, që ka një krenari kombëtare. Është një zonë që ka prodhuar ekselencat e veta të rilindjes me Fishtën, me Mjedën, me Zëpullën, me Vonë, me Zarishin, Herët, me Abat Doçin, me Marlaskën që u përmendet, me Gjeçovin që ka mbledhur kodin tek ajo kisha e bukur në Galivik. E ka rishkruar, le të themi. Kështu që unë nuk mendoj që kjo është zona ku ti mund të imponohesh me forcë, sepse këtu Frigacak nuk është asnjë fëmijë, po i arsyeshëm është edhe një fëmijë. Frigacak nuk është asnjë burr, por trim mund të jetë gjithë secili prej tyre nëse elipses që kanë dëshmuar në histori. Edhe ti nuk ke arsye të kesh frikë nëse jenë drejtën tënde ku nuk fyen askënd, nuk cenon askënd, nuk po i vjell kuj asgjë. Thjesht presupozon që jeton në një vend plural, në një vend të lirë, ku mund të shfaqësh idetë tua, mund të mbrosh programin tënd me gjuhën e arsyes. Dhe mendoj që ne këtë pjesë secili prej nesh e ka bërë mirë, prandaj kemi dalë fitues të faqebarën qarkun e Lezhës. Telefonat e parë Berisha ta bëri? Po, kam patur disa herë në ato ditë telefonata nga kryetari Berisha dhe në përmbyllje të rezultatit tek qendra olimpike kur u sankcionua le të themi mandati i 4 i Partisë Demokratike, përsëri kam patur telefonat, një përkujdesje, një falënderim për gjithë nga zoti Berisha. Pastaj sigurisht ka patur shumë telefonata nga njerëz politikës dhe të medias. Çfarë ka thënë më, domethënë po thënë, në gjë konfidente mund ta thuash, çfarë tha Berisha? Po Agron ishe ai që duhej me qenë edhe këtë model ne do ta kishim edhe gjitha në Shqipërisë? Berisha nuk është një njeri që zbilançohet lehtë në konsiderata, ai ka mënyrën e tij për ta shfaqur respektin dhe konsideratën, por në ato telefonata sigurisht shqetësimi i tij ishte për procesin e numërimit. Para zgjedhjeve ishte për pjesëmarrjen në ditën e zgjedhjeve ku ka telefonuar, mos gaboj 2 herë. Në fund ishte falendërues për gjithë punën e demokratëve, sepse për ata vlen e gjithë gjëja e madhe më shumë se sa individi, por pastaj edhe për kandidatët, për secilin prej kandidatëve dhe në rastin konkret për kandidatin fitues që ishte numri 4 për një fushat shkëlqyer që ka bërë Kastriot Piroli. Shiko, zakonisht ka ndodhur që drejtuesit kryesorë që jepin një pushtet i madh, ai fillon vendos për çdo gjë. Domethënë kjo ka ndodhur Majtas, ka ndodhur edhe Djathës. Po dhe Djathës pak më theksuar, sidomos kur ka pas pushtet Partia Demokratike. Tani listat e mbyllura, listat e hapura, kështu ke ndikuar tek emrat? Jo, ato kanë qenë një përzgjedhje ekskluzive e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Direkt ai. Ju s'keni pas asnjë lloj ndikimi. Po, nuk është çështje ndikimi, ai e kishte këtë përgjegjësi. Po se mund t'i thush për shembull, okay, zoti kryetar, shiko, ky është më i përshtatshëm tjetër. Ka ndodhur diçka apo e ke lënë kështu ekskluzive mos për të mos u përzgjedhur? Ne kemi biseduar bashkë me
kryetarin e partisë profesor doktor Sali Berishën, sekretarin e përgjithshëm zotin Noka, dhe kemi dalë në konkluzionin që kjo është lista e duhur për përgjithësinë finale e ka gjithmonë lideri i cili i vet timbrin, i vet vulën asaj liste dhe është një përgjithësi që e ka marrë ai, sigurisht kam vënë mendim, sepse Berisha nuk është një person siç krijohet përshtypja që të imponohet. Berisha dëgjon shumë, sidomos kur flitet për njerëzit, ndoshta vendimet politike i merr në vetmi, vendime të mëdha politike, por kur flitet për njerëzit që do të jenë pjesë e skenarit për të realizuar këtë vendime, ai konsultohet me bashkëpunëtorët e tij. Por si përgjithësi politike dhe morale, lista e Partisë Demokratike është Sali Berisha. Po, më shumë motivi ka qenë preferencial apo motivi i kauzës? Po marrim kështu, kur vjen puna për shkuar për të votuar, sepse normal, to kanë qenë interferencat, kanë qenë nganjëherë dhe bryllat dhe këto kanë qenë to prezente, edhe ke informacioni juaj, por edhe ke tjetër. Është njerëzore sepse okej. Pra është bërë nganjëherë interferimet, hatërmbegjet, pastaj lufta kështu derë në derë, ajo është ajo pas kujintat e tjerë zgjedhore me radhë. Por në të rast, domethënë, kush ka prevaluar? Prevaloi kjo? Do në kauza preferenciale, apo kauza si motiv që të fitoje Partia Demokratike dhe aleancave? Tani Gjergj, individi nuk e zhvesh dot kurrë nga interesi personal timit ndershëm me shikuesit tuaj. Sepse me i dashuri në fillim është uni, është vetvetja që tjetri ka, sado që predikon publikisht. Pastaj vjen familja, pastaj komuniteti e tjerë me radhë. Pastaj kur kalon unë ego bati dëmshëm për formacionin. Në momentin kur egoja pastaj del jashtë kontrollit, u mbet logjikën, u mbet etikën, bëhet i dëmshëm për kauzën dhe shndërrohet në një problem. Duhet të them me këtë që kodi zgjedhor e legjitimoi në një farë mënyrë nevojën e kandidatëve për të qenë individualist, për të kërkuar maksimalisht votën e tyre kudo, të çdo shtresë, në çdo katund, në çdo qytet, me mënyrën e tyre, me metodat e tyre të komunikimit, por nga informacioni që unë kam, kandidatët e Partisë Demokratike kanë bërë një fushat etike, ku ka prevaluar qëllimi mallor, që është fitoria e Partisë Demokratike, flas për qarkun e Lezhës, nuk kemi patur asnjë ekses, nuk kemi patur asnjë konflikt, nuk kemi patur, le të themi, shqetësime mallore, shqetësime të përditshme, organizative. Ndoshta emocione çastit sigurisht që ka, dhe në një dasëm, jo më në një garë elektorale si kjo që kaluam. Cili ishte më i suksesshëm në skuadrën tuaj kësaj radhe? Shiko, për të thënë me numra, okay, thuhet me numra, ky ka numra të ndoj, ky ka këtë. Më i suksesshëm do të thënë çfarë? Personi që jep tamth një fushate, domethënë, edhe kur jepi tamth, mobilizon pastaj energjitë, edhe kur je skeptik në marrjen e gjërave, domethënë, edhe marrjen e rezultatit. Unë mendoj që më shumë se sa personi është skuadra. Skuadra ndërsi ka qenë shumë funksionale, shumë e gjetur. Skuadra e Lezhës ka qenë luftarake, ka qenë përfaqësuese në sensibilitetin, në krahinën, në profesione. Sigurisht që numrat pastaj e kanë peshën e vetë dhe të qartësisht të lexueshëm, por vërtet dikush merr më shumë, dikush merr më pak, po ai që merr më pak është po kaq i domosdoshëm fitoren atij që ka marrë më shumë. Pra, gjërat janë të gërshetuara. Sigurisht, me i votuari në listën e Lezhës ka qenë Gjinxhoni dhe meriton respekt për gjithë fushatën që ka bërë. Ka qenë dinamik, ka qenë energjik, shprezëllënës, shpjeguesi mirë i programit Partisë Demokratike. Pra, ja ka dalë të karikoj dhe të marrë, nuk e di me saktësi, po diku mbi 10.000 vota. I dyti në listën e hapur që ishte fitues ishte Kastriot Piroli dhe me një numër të madh votash. Por kjo nuk e bën më pak të rëndësishëm 4.700 votat që ka marrë Aleksandr Lala, 3.000 votat të Edison Doçit, 2.800 votat Lindita Metalis, mos gaboj 2.000 votat Melisa Vullajt, 2.000 disa votat Viktor Tushës. Të gjitha bashk janë prurjet e Partia Demokratike që kanë konsoliduar fitoren. Dhe sa që falenderoj ata që u bën pjesë e parlamentit dhe janë fituesit, po kaq kam
mirënjohje thellë për gjithë ata që nuk ja dolen të jenë pjesë e parlamentit në listën e Partisë Demokratike, pa cilën nuk do kishin patur fituar në qarkun e Lezhës. Unë duke i pa me gjatësi këto, edhe lufta mbrajtëse që bëhet kështu, edhe thoja sa mirë rina groni. Sepse më Ulsi për shembull ka pushtetin Ulsiu nga ana Majda, se i njëri problem ka qenë ndaj shpesh herë për këto, por ai normal, kur ke pushtetin, ty vizë me pushtetin, a kupton ti? Nësa ty duhet me lëviz me kauzën, edhe ke ditë me maj këto ekuilibrat shumë një ekuidistance e kujdesshme, edhe kështu, ka funksionu kjo, Agron. Pavarësisht se ti do ta thuash që jo, e tjerë, por unë si e shoh si jashtëm shumë e kam parë, shpesh herë shifsha që ishte edhe me këtë grupin që shpesh ishte grup mbledhi, ky tjetri mbledhi, dikush interferoi në mirëditë, dikush në kurbin, dikush, por ti ke luajtur me shumë kujdes. Unë jam përpjek të jem edhe nga natyra e tillë, jam tolerant në çdo gjë, bashkëpunues me gjithë secilin, i vetëdijshëm që Partia Demokratike ka nevojën për votën e gjithë secilit, ka nevojë për kontributin e gjithë secilit, për prurjet dhe rrethet shoqërore që ka gjithë secili. Kam dëgjuar shumë, kam folur pak, shpeshherë kam bërë sikur nuk shoh, sikur nuk dëgjoj, sikur nuk kuptoj, në kuptimin për të krijuar një tolerancë, një harmoni ndërmjet kandidatëve, ndërmjet strukturave, ndërmjet emocioneve të momentit dhe çastit, në mënyrë që mos të thyej asgjë gjatë fushatës dhe shkonim dritë fitores siç ne ja dolim të shkonim fatmirësisht në qarkun e Lezhës. Sigurisht nuk është një punë e lehtë, është një besim që është ndërtuar ditë pas dite nga shtatori deri tani, u bën shumë muaj ku kam qenë prezent gjithë kohës, mendoj që kam prekur çdo fshat, çdo pjesë të territorit, kam takuar pafund njerëz dhe në ndërgjegjen time dhe në diskurin tim publik kam qenë i bindur për një gjë, nuk duhet të jem kurrë i zbilançuar në raport me kandidatët. Nuk besoj që gjendet një njeri në qarkun e Lezhës. Unë kam kërkuar pafund vota, por i kam kërkuar gjithmonë për Aleancën Shqipëria Madhështore për numri 1. Dhe s'kam kërkuar kurrë asnjë individi një vot për një kandidat të caktuar, sepse duke qenë drejtues politik, të indikoja votën, të kërkoja votë preferenciale, do të ishte e pandershme nga ana ime, do të ishte shkatërruese për punën e grupit dhe do të hillte në erë qëllimin kryesor që ishte fitoria në qarkun e Lezhës. Po, tema mirë të menja. Sepse kështu me këtë syt kam pa, me thënë drejtë nga lart. Dhe kam patur parim të brendshëm, qoftë primare, Partisë Demokratike, qoftë në garë, jam përpjek aty ku kisha ndikim, ku mendoja që një votë merr X kandidat, të thoja shko se ti mund ta marrësh kështu ose diku mund ta marrë tjetri. Pra fatmirësisht lista ishte e gjerë dhe t'jepte mundësi që një votë që se merr njëri mund ta marrë tjetri dhe kishte gjëja e mirë që solli sasinë e votave që ne na bëri fitues, por nuk i kam lejuar vetes për asnjë çast të jem i njanshëm ose preferencial në listën e Partisë Demokratike. Shiko, duke pas përballë Ulsi Manjan, kam vure diçka që ju keni pas kështu shigjetime po të lezeshme, thonë. A di çam çonte kjo, më çonte pak te hokatarët e famshëm dikurshëm, edhe që kanë qenë bonin hoka trana pak apo ndi. Për shembull, dikush, unë e njoh mirë, me Gjomarge, apo ndi në atë kohë kështu, ose me tjerë, por që sot me bëmë i bën ato lloj gjëra shkojnë ke pushka, dhe nuk shkonin ke pushka edhe pse ishin pak kështu. Domethënë, ka qenë zhandri këtë sarkazma e bukur, ka qenë e bukur. Ku di, ju kam pa si një dyshe interesante në Shqipëri, që keni, si thush, luftu ndaj njëri tjetrit me këtë lloj mjetesh të paqta, të bukura, domethënë jo subversive, jo me gjuhën e ashpër. Unë kam parim në komunikimin publik, ndoshta puna me studentët, që përpiqem ta kuptoj dhe kundërshtarin dhe të kem respektin e duhur edhe për kundërshtarin. Nuk është natyrën time as ta denigroj, as të shpif, as të them gjërat pa qena. Sigurisht unë bëj betejën time politike, në emër të programit që besoj, si opozitar do të them gjithçka që nuk shkon në qeverisjen lokale apo në qeverisjen qendrore. Ato në reagimet e mia të përditshme kanë qenë prezent,
por asnjëherë unë nuk I lejoj vetes të bie te personalja në funksion të publikës ose të politikës. Personalja vetëm kur preken personalisht. Kjo është njëra anë e medaljes, ana tjetër është që unë kam vite që jam një punëtor I komunikimit publik dhe nuk shkoj asnjëherë aty ku më kërkon kundërshtari të shkoj. Do të thënë, mos përgjigjet e mia ose mënyra se si unë përgjigjem, ose rregoj është strategjia ime e komunikimit. Për sa kohë kundërshtari kërkon me fus në tregun e vet, të më çojë tek debati që ai do. Unë nuk kam arsye as të hyj në tregun e tij, as bëj debatin atij. Unë kam hap tregun tim dhe bëj debatin tim. Kjo ka qenë strategjia ime në këtë fushatë. Shiko, ka një gjë domethënë, se unë I kam parë kështu, janë si diçka ato preambullat homilistike, që zakonisht bëhen nga njerëz ditur, kur I bëjnë, sidomos janë teolog, por edhe duket se edhe publicistika është kjo mënyra se si vinë. Dhe kam parë mes dy kodeve, që ishte një dhe kjo më duke lezetshme, kam thënë, okay, në fushat elektorale pse jo, duhet kemi nivele të tilla që të ketë debate të tilla. Por mes kodit që vinte nga një agron I frymëzuar nga vepra e Kadares, I frymëzuar nga Atzef Plumi, nga Padër Gjershfish etj. Dhe kodet e një Dibrani që vjen në ato gjujjet e hershme në Mutafe etj. Me radhë, në fakt në fund rezultuan që fituan kodet tuaja, që u përkthye edhe në numracion. Numracion do të thënë deputetësh dhe votash. Po tani Jo do të bëj thënë Ulsiu, unë kam shef ta kem Ulsiu këtu se do t'ja bëj këtë pyetje. Zoti Manja është prokuror, është jurist nga profesioni. Edhe ai tentoi të hyjë në lamit e mia që të merrem me fishtën me atë zëfllumin dhe me tërhiqnin një debat. Jo, po ai çoi edhe te atë Sali Berisha pastaj. Po aty ishte qëllimi, por sekret aty do të më çudhë, si aty thotë, ë? Në moment caktuar kur pash po abuzohej, ndoshta nga kryeministri I vendit në shtëpinë e fishtës në Zadrim, pata një reagim dhe I ktheva një përgjigje. Dhe herën e dytë dhe tretë për te lutjeve të Ulsiut dhe letrave publike që unë ta vazhdoja atë, nuk e vazhdova, se ishte lehtësisht fituese për mua si garë, duke qenë edhe I profesionit. Të flas për fishtën, të flas për zëfllumin, por nëse do të flisnim më për Berishën, për politikën, përsëri mendoj që do t'ja dilja, por nuk e dhash kënaqësinë ta vazhdonte me tej dhe e lash në vetmi. Edhe kështu që domethënë është I humbur në kodet e veta Ulsiu. Edhe atë ka uru Ulsiu, ka uru për fitoren, sepse vuna re I gjon. Për shembull, unë e shifsha në fund ka qenë duket momenti I fundit. Votimi edhe ka qenë mandati I fundit, mandati që mort ju dhe në atë kohë Ulsiu u dha dorë. Jo, nuk kam patur ndonjë Mund të si ka dhënë gjinit, po di që ndodhi diçka e tillë. Jo, se kam takuar, nuk kam patur ndonjë urim. Nuk e kam pritur, se sigurisht mbase ka pritur tjetër rezultat dhe nga ajo superstrukturë e shtetit që ka qenë në dispozicion të Ulsiut dhe Partisë Socialiste në Lezhë kanë patur hillërim dhe zhgënjim për rezultatin. Nuk kam dash ta cys por nëse do më kishte uruar do ta kisha mirë pritur. Tani tek analiza postzgjedhore është fjala që keni marrë në parlament. Dhe pranë e përmenda, është një lloj pamfleti, shumë I fortë. Unë me të thënë drejtën e pata shkruaj gjithën që edhe ta lexoja, se do më pëlqente kështu, po do doja të na e sillje pak ka një moment ku ju drejtohesh kolegëve të krahut tjetër politik dhe thu një shprehje, domethënë që heshtja domethënë ju keni vënë një popull të heshtje, por ky heshtja nuk është e gjithjetshme, dhe e dyta keni humbur Republikën. Është disha Republikën demokratike. Pak a shumë. Ky ka qenë ky pamflet që të ka ardhur aty në atë moment. A mund të ma sjellish që sipas jush çfarë ka ndodhur në këtë fushatë elektorale të zbërthyer përmes këtij pamfleti? Unë drejtova ndërgjegjes e kolegëve socialistë, sepse sigurisht edhe tek pala socialiste ka njerëz që mendojnë intelektualisht, që kanë shqetësime kombëtare, shqetësime demokratike. Ky zell, ky angazhim për ta mbytur opozitën, për ta rrethuar opozitën, për t'i bërë kurrë të opozitës, për ta quajtur të vjetruar, të panevojshme, antikombëtare, duke e njësuar të mirën, të bukurën, të drejtën, vetëm me qeverinë, me kryeministrin,
dhe çdo gjë e keqe me opozitën, një përpjekje për ta ndaluar opozitarizmin në Shqipëri, për kthyer në shifrat që ata morën në 83 mandate ose më shumë që mund të kenë në parlamentin e Shqipërisë, i ka shndruar në vulnerabil secilin prej tyre. Dhe ata kështu humbasin identitetin politik. Sa më shumë zell ata të dëshmojnë, sa më shumë të vrapojnë për ta ndalur rotacionin. Ata i heqin vetes një valvul sigurese që është opozitarizmi, opozita. Sa më shumë të dobësohet opozita, as më shumë dobësohet liria e individit. As më shumë dobësohet qoftë liria e një individi deputet Partisë Socialiste. Edi Rama jo tha qartë në fjalimin që mbajti tek pallati mbretëror ose i brigadave, si quhet, që nuk bëhet fjalë për 83 mandate, është vetëm një mandat, pra është mandati im. Dhe ju gjithë të tjerët jeni në shërbim, jeni të zëvendësueshëm. Dhe koha ka treguar që vërtet mund t'i zëvendësoj shumë lehtë, mund t'i ndroj shumë lehtë. Dhe ata në vend që të reagojnë, jo thjesht të bëhen deputet Partisë Socialiste ose socialistët kontributor për Partinë Demokratike, nuk po pretendoja këtë, por mos të abuzojnë me administratën, mos të abuzojnë me paran, mos jenë kaq të zellshëm për ta shtypur opozitarizmin, sepse kanë shtypur votarën e fëmijëve të tyre, kanë shtypur vetveten. Dhe kjo ka qenë një klith nga ana ime, domethënë një analizë. Nuk po flisja si njëri që ka humbur, pra si Parti Demokratike. Nuk ishte shqetësim, humbja apo mundja e Partisë Demokratike. Për mua shqetësimi është më madhor. Humbja ose mundja e Shqipërisë, sepse pengimi i rotacionit me çdo kusht shkatron premisat demokratike. Sponsorizon autocensurën, kujdesin, frikën, demoralizimin nga politika, largimin dhe i hap një autostradë dhe kursi vetëm pushtetit. Dhe ajo që gjunjëzohet, ajo që thyhet, është Shqipëria, nuk është me Partia Demokratike. Ky ka qenë shqetësimi im. Po, e kam lexuar rresh pas rreshi. Ktu e di shumë mirë. Por ka një gjë, a shkini gjë ke vetja? Ke vetë çfarë ka një indicie, ka një nxitje që në qiellin blu, po them, të elektoratit, po them e tjerë të këtij formacioni politik që në fundit patjetër opozit. Unë personalisht pushtetin e tepër nuk e preferoj fare. Por a ka gjë domethënë që a do të vijë një model tjetër tani ju e keni mbrojtur fanatizëm që Berisha as do të dorhiqet, do të rrije këtu etj me radhë. Dhe a do vijë një model i ri, a do të jetë një model tjetër, a do të jetë një djalë i ri, një politikan i ri që ka nevojë që t'i vijë Partisë Demokratike, sepse kështu Rama nuk po shemet, gjithkohën që flitet ai nuk ka ra. Nuk po shemet Rama sepse Rama ka ndërtuar mekanizmin që pengon zgjedhjet e lira të ndershme. Dhe ky është një shqetësim i madh shoqëror, duhet të jetë i çdo kujt, jo thjesht i Partisë Demokratike, jo për Partinë Demokratike, secili duhet ta ketë shqetësim për vete në raport me liritë kushtetuese, me drejtat e njerëzit. Sepse është momenti një herë në 4 vjet ku ju dhe unë shpreh marrëdhënien që kemi me shtetin, me politikën, me institucionet nëpërmjet votës. Dhe nëse në këtë moment kjo votë është nën trysni, nën frikë, nën presion, produkti që del prej saj, institucionet që ndërtohen janë të gjitha të gjymtuara dhe të shkallmuar në ADN-n e vet. Dhe ky duhet të jetë një shqetësim i madh. Sigurisht, në 12 vite Partia Demokratike ka bërë gabime të kushtueshme. Nuk ka paguar kosto djegjes së mandateve, ka paguar kosto në mos marrjen pjesë në zgjedhje lokale, ka paguar kosto në mos marrjen pjesë në reformën territoriale, pa çka se ndoshta përsëri mund të kishte qenë njëti produkt, por nuk u shfaq. I ka paguar kosto konfliktit civil që pat Partia Demokratike për një kohë jo të shkurtër në mandatin që lanë, por nuk janë këto që prevaluan në këtë zgjedhje. Prevaloi vullneti për të penguar rotacionin i qeverisë. Kam dhe i pyetje tjetër që lidhet po këtu gati jemi. Si do të funksionojë grupi parlamentar? Edhe Agron Xhekmargaj a do të jetë nënkryetar i kuvendit, edhe drejtues kryesor i Partisë Demokratike, nërkryesor të Partisë Demokratike për vitet e ardhshme? Kam të vështirë të flas për të ardhmen. Unë jam sot nënkryetari i kuvendit, jam nënkryetari i Partisë Demokratike. Për ulem për besimin që më është dhënë nga institucionet, nga Këshilli Kombëtar, nga Kryesia, nga lideri Berisha.
është çështje e vendimarrjes së tij dhe e organeve të Partisë Demokratike, antarësisë Partisë Demokratike, se si do ta ristrukturojë Partinë Demokratike, si do të jetë grupi parlamentar, si do të jenë funksionet. Nuk kam patur kurrë në jetën time qëllim vetvete një post të caktuar, madje ka patur edhe periudha që mund të kem patur edhe alergji nga postet ose nga joshit për t'i patur, por në cilësinë e nënkretarit kuvendit mendoj që e kam rritur disi performancën e këtij posti, qoftë me qasje institucionale, qoftë publike, por ndoshta më shumë me një ndërkombëtarizim që i kam bërë çështjeve që rrethuan padrejtësisht Partinë Demokratike dhe Sali Berishën në këto 4 vite, ndoshta duke i shërbyer kësaj vullnetit të demokratëve dhe të qytetarëve. Unë mendoj që e kam besimin e Sali Berishës. Nëse rimandatohem, do të përpiqem ta bëj punën time, nëse jo, do t'ju uroj punë të mbarë atij që do të caktohet në këtë post. Jo, tani Berishës besoj ja forcu mendimi që pjesa gri pëlqen më shumë arketipin politik të Agron Jack Mark se sa të Flamur-Nogës. Është afërmensh kjo domosdoshmë. Unë thash në fillim që një parti secili ka rolet e veta. Zoti Noka ka një kontribut të çmuar prej shumë vitesh në Partinë Demokratike. Është sekretari i përgjithshëm mjaft funksional, i cili ka mbajtur pesh në riorganizimin, në rithemelimin në ditë vështira të Partisë Demokratike, është nga qendrëstarët e saj dhe mendoj që meriton falënderime për kontributin, ka natyrën e tij të komunikimit, qasjen e tij ndaj politikës. Unë jam një natyrë tjetër, kam rolet e tjera dhe vim nga histori ndoshta krejt të ndryshme, publike dhe private. Okej, kemi edhe 2 pyetje të fundit. Njëra që lidhet si do të funksionojë deputeti i Lezhës. Domethënë deputeti i kësaj mandature që vjen. Domethënë si do të funksionojë për gjithë Lezhën, pra për Lezhën, për Kurbinin, për Mirditën. Mirdita është e papërfaqësuar thuhet në kështu, por sidoqoftë normal që 4 deputet nuk kanë thjesht vendet ku janë, Agrori normal që do ketë mase mund të kesh peshën pak më të rënë edhe për Mirditën se takon tani më marr pak më shumë. Po si do funksionojë, cili është projeksioni, a do të jenë thjesht nivele duke u marrë me kanale, me punë bashkish, apo cila do të jetë pak a shumë një platformë? Qarku i Lezhës ka 7 deputet, prej të cilëve 3 do të ketë Partia Socialiste, Partinë Pushtet, dhe është një parti që ka bërë premtimet e veta në fushatën elektorale. Ka deficite të mëdha në raport me premtimet që ka bërë në 12 vite. I ka shtruar premtime të reja në këtë fushat. Mendoj që 3 deputet e Lezhës kanë një barë Parti Socialiste shumë të madhe, po shumë të madhe. Asa nuk e di a kanë shpinë për ta mbajtur, uroj ta kenë, për të përgjigjur sfidave, interesave, premtimeve që kanë bërë në Lezhë, në Mirditën, në Kurbin. Ndërsa për sa i përket deputetëve të opozitës, sigurisht që ne do ta bëjmë punën tonë si opozitë në nivel lokal dhe nivel kombëtar. Besoj shumë te secili, besoj tek Elda Hoti që ka prezantuar veten si një deputete politikane energjike, te Gjin Gjoni, i cili gjithashtu është faqur me grintën e vet tek qendresa Kastriot Pirolit për të ekspozuar gjitha problemet që ka Lezhë, që ka Kurbini, që ka Mirdita. Ato që janë të qeverisë, do t'ja faturojmë qeverisë, ato që janë të pushtetit lokal, nuk do të hezitojmë t'ja faturojmë pushtetit lokal, sepse pushtetin e qarkun e Lezhës tregoi që ka pushtet, por nuk ka njerëzit i ka opozita, i ka Partia Demokratike, ne me përfaqësuesit e tyre nuk do të heshtim, nuk do të rreshtim se foluri, do të jemi zëri vërtet, jo në mënyrë patetike, por zëri konstruktiv, zëri i cili do t'i shoqëroj ata në çdo hall, në çdo shqetësim, pa u stepur, pa frikë, me kurajo, deri ditën që ne do ta mbajmë këtë mandat. Okej, dhe e fundit është lidhet tani zgjedhjet janë kështu shpejt, në çdo 2 vite ne kemi zgjedhje, jemi popull i zgjedhjeve. Kështu që kemi zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet lokale çfarë mendoni?
çfarë mendoni ju për Mirditën? Mase jeni pak më shumë për Mirditën, çfarë mendoni për Lezhë, çfarë mendoni për Kurbinin? Mendoj që Mirdita ka vërtet një kryebashkiak shumë cilësor që është Albert Mlyshi, e demonstroi me 2 fitoren e tij para 2 vitesh, por ai Partia Demokratike, kandidati zoti Lala, për cilin kam shumë respekt dhe mirënjohje gjithë bashku, i dha një rezultat të shkëlqyer Partisë Demokratike në Mirdit. Mendoj që fitoria në Mirdit nuk diskutohet. Do të thënë Berti do jetë prapë atje, kandidat. Nuk po flas për emra, po flas për Partinë Demokratike. Jo, e marr vesh, po që se tu duhet pyetur, do të pyetet pak edhe për emra. Bert Mlyshi është për mua një kandidat shumë i mirë i Partisë Demokratike. Ashtu që Bert rri qetë se do të jesh prapë ti. Është një kryebashkiak shumë i mirë, do të thoja. Po ashtu në Kurbin mendoj që Partia Demokratike i ka gjitha mundësit për të fituar, e po kaq edhe në Lezhë ne do të kemi kandidat shumë të fortë, rivalizues dhe fitues. Po, një minutë, Lezhë, okej, me që jemi në Lezhë. Se në Lezhë, s'pari herë që të fitosh, do të vesh një emër. A e keni fiksu pak a shumë? Jo, nuk kemi hyrë tek emrat, por nuk i mungojnë emrat Partisë Demokratike dhe mendoj që betejë do të jetë shumë e fortë dhe unë shpresoj dhe besoj që pas zgjedhjeve lokale do kemi 3 bashki blu në qarkun. 3 bashki blu? Për shembull, po t'i vije Lezhës për diskutuar, të zama mund të sakrifikoj pozicionin e deputetit Gjinxhoni për të qenë ashtu dhe ti do ishe i kënaqur me kandidaturën e Gjinit? Unë do jemi i kënaqur me çdo kandidaturë që Partia Demokratike cakton në konsultim dhe bashkëbisedim me qytetarët që i shohin fitues. Ndërsa pyetjen me konkretisht duhet ja bëni zotit Gjoni, sepse nuk më përgjigjem dot në emrin e tij. Okej, shumë bukur. Argon është me sigë, me bisedu pak më shumë për politikën dhe normal që do doja që një herë tjetër ne të flasim më shumë për kulturën. Lezhë, Mirdita, Kurbini duhet të kthehet në zenithin e vet, mendoj unë. Unë nuk e di çfarë, si e percepton, si e shikon ti në pikpamjen e zhvillimit të kulturës, si ka qenë dikur avangard, domethënë, edhe shkolla filozofike e Lezhës si përmena, letërsia, piktura, etj. Me radhë. Ngaherë duket sikur ka një stepje, ka një rënje. Kështu që Agron Xhekmarrë, duke qenë drejtues politik dhe njëri i elitës intelektuale shqiptare, besoj se ka funksionin e vet për ta ngritur më lart. Unë në modesti do të bëj përpjekjen time. Çdo zonë, çdo qytet, çdo krahin ka fazat e veta historike, mendoj unë, uljet dhe ngritjet. Por Lezhë në çdo moment, Mirdita në çdo moment apo Kurbini kanë treguar që kanë ndërgjegje intelektuale, kanë krenari shoqërore, kanë një traditë që është shfaqur her pas here për ta respektuar. Janë njerëz të besës dhe të shpresës, janë njerëz të qendresës, janë njerëz me të cilët ndihesh mirë të bashkëpunosh edhe ende më mirë të kesh nderin e madh ti është përfaqësuesi i tyre dhe një falënderim nga zemra për gjithë secilin. Shumë faleminderit Agron Xhekmarrë, ishte kënaqësi biseda me ju. Ju uroj shumë sukses, edhe uroj gjithçka të mbar, edhe si drejtues politik, por mbi gjitha si një intelektual i spikatur që ka nevojë rajoni i Lezhës, pse jo edhe më lart. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju të nderuar televizionistë që na ndoqët unë kuvent me Agron Xhekmarrë, do rishihemi sërish javën e ardhshme.